pas rastin që domethënë ka prit personi në Meksik, deri që ishte 3 javë, 4 javë para linjes fëmijës, që të hynte ilegal në Shtetet e Bashkuara, ta lindte fëmijën në Shtetet e Bashkuara, të lindte këtu, ne për te dhe që të merrte në shqetësinë amerikane. Domethënë kjo duhet parandalohet dhe kjo është arsyeja, një prej disa prej arsyeve që janë, por kjo është një prej arsyeve që kjo do të parandalohet. Nëse një person, një femër, hyp në avion sot dhe do të vinë në Shtetet e Bashkuara dhe ka deklaruar që nuk është shtatzan, po vjen në Shtetet e Bashkuara dhe lind fëmijën këtu, ai fëmijë nuk do të vihet në Shtetet Amerikane sepse ke përgjinjështruar kur ke hyrë vërtet në ambasadë, dhe ke përgjinjështruar dhe kur ke hyrë në avion në Shtetet e Bashkuara. Kjo domethënë do të ketë një rishikim të abuzimeve që janë bërë në kalumen me vizat amerikane. Po, është një bllokim për një afat të pacaktuar, sikundër nuk do të prekë të gjitha kategoritë që ne i diskutuam. Sa kohë mund të marrë shqyrtimi dhe vendosja e këtyre klauzolave, kushteve të tjera penalizuese për gjithë ata që i shkelin për ta zhbllokuar këtë situatë? Shikëm bëhet të shtetet domethënë që janë pjesë e këtij bllokimit, sepse po ta shish për shembull kur ishte koha që të vinin me ESTA në Shtetet e Bashkuara nga Evropa e Bashkuar, që s'ke nevojë për vizë, por ka një proces tjetër domethënë që verifikohet që nuk ke lidhje me terrorizmin, me krimet ku diun janë tjetër. Këto janë shtete që vetja e tyre, domethënë këto vetë shtete duhet të analizojnë nëse do të abuzojnë një privilegju në Shtetet e Bashkuara. Një prej shteteve që nuk u përfshin në këtë bllokim është Serbia. Është interesante sepse nuk ka abuzim nga ana serbe në vizat ose në vizitat që bëjnë në Shtetet e Bashkuara. Kurse shtetet e tjera të Evropës Ligjore, pjesë më e madhe janë përfshirë në këtë bllokim. Këto bëhet të shtetet që janë bllokuar për momentin, nëse do të kenë reforma brenda vetes që nuk do të bëjnë abuzime të tilla. Avokat, duhet të ndalem në fakt edhe në zhvillimet të tjera, ka një tensionim të situatës në Iran, protesta masive antiqeveritare, dyshohet që numri viktimave mund të ketë kaluar 12, është e pa konfirmuar zyrtarisht, ndërkohë që Trump nga ana tjetër është shprehur se do të ketë masa të forta, do të ndërmarrë veprime shumë të forta kundër Iranit nëse ekzekuton protestuesit. Është mbyllur tashmë çdo mundësi për negociata nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Fakti që nuk ka komunikime midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, domethënë kjo tregon që është funi i regjimit ajatollave në Iran. I kanë ditë në numër sikur se kishte Venezuela. Kanë bllokuar internetin, kanë bllokuar domethënë çdo komunikim që mund bëhet nga bota në brenda Iranit dhe vrasjet domethënë që ose ekzekutimet që punonin në Iran nuk janë të konformuar me numrat, por realiteti është që punon një gjë tillë. Kjo është pothuajse sikur se ishte Shqipëria në vitin 1991, domethënë ka një tranzitë të pashmangshëm për sa i përket Iranit. Në vitin 1979, kur ajatollat erdhën në fuqi, domethënë ishte me revolucion dhe e konvertuan pothuajse komplet shtetin e tyre nga një shtet me pikpamje premtimore vërtet në një shtet që është një kombinim i islamizmit politik dhe ismajtës. Dhe nëse nuk ka një zgjedhje të këtij konfliktit brenda parametrave që ka përcaktuar Shtetet e Bashkuara, vërtet unë shoh është përfunimi jo i mirë sikur se ishte në Venezuelë për sa i përket ajatollave në Iran. Ka pasur një kundërpërgjigje të Iranit nëse sulmohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithmonë pas deklaratës që ka bërë Trump se do të ketë ndërhyrje me dorë të fortë, se do të kundërpërgjigjet Irani. Si pritet të ndërhyjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Cili është plani? Si nuk e ka përcaktuar Trumpi në vërtet një prej strategjive që përdor Trumpi është e paparashikueshme sepse nuk e bën publike reagimin që do të ketë kundër një shteti ose kundër një regjimi, sikur si ishte koha në Venezuelë ose me shtetet e tjera, por nuk e shoh kërcënimin e Iranit kundër Shteteve të Bashkuara që do ta pengojë Trumpin në vërtet të marrin masat që i ka përcaktuar. Nuk janë publike, por për masat janë pak a shumë të përcaktuara, sepse po shih intervista domethënë që bëhen nga personat që kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara ose në botën perëndimore nga Irani, duket se ka një përgatitje ose një parapregatitje që në vërtet të zëvendësohet regjimi për momentin e ajatollave me personat që ekzistojnë sot në diasporë, si në Shtetet e Bashkuara apo në Evropë. Nëse vijojnë tensionet në lindjen e mesme, çfarë efekti do të ketë qoftë në rritjen e çmimit të naftës, por edhe në stabilitetin ekonomik global? Për sa i përket rritjes së çmimit të naftës, domethënë Irani prodhon rreth 8% të naftës në ndërkombëtare. Pikërisht për peshën që ka shtrohet edhe pyetja. Po,
po do të thënë klientët kryesor janë Rusia dhe Kina, nuk e Shtetet e Bashkuara. Ne nuk kena nevojë, Shtetet e Bashkuara nuk kanë nevojë për naftën e Iranit apo të Venezuelës. Ne na intereson me kontrollu kush e blen atë. Nëse është Rusia, nëse është Kina, dhe të përcaktohet do të thënë çmime në bazë të interesit amerikan. Nuk është se na intereson nafta aty, na intereson do të thënë që të mos lejojmë gjeopolitikisht që të fuqizohet as Kina ose Rusia, dhe të dy janë ato që kundërshtojnë Shtetet e Bashkuara. Por realiteti është që tash do të thënë statementin ose deklaratin që bani Trumpi do të ketë një zgjedhje shumë shpejta dhe të papritur sikur se ishte në Venezuelë. Çfarë do thotë ajo? Nuk e ka shpjeguar. Çfarë do thotë ajo? Një arrestim kështu të drejtuesve të regjimit? Shin, nëse ke për shembull po ta shih sot Hezbollah, që është që mbështeten nga Irani, Hezbollah sot deklaroi domethënë zyrtarisht që thotë populli i Iranit ka të drejtë që në vërtetë ta kundërshtojnë dhe të ngrihet kundër ajatollave. Domethënë edhe Hezbollah po kthehet kundër Iranit sepse ka frikën e Shteteve të Bashkuara. Çfarë mund të ndodhi është një koordinim që mund të jenë midis disa shtete, të përfshirë edhe Izraelin detyrimisht që është pika ose është targeti ose shenjesa kryesore e Iranit, do të ketë një bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara, por nuk është të qartë që do të nollin, por se do të nollin do të thënë një reagim shumë i shpejt i Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen e civilave dhe popullsisë civile në Iran është e padiskutueshme, sepse fakti që ata kërkojnë që të komunikojnë me sekretarin e shtetit dhe ja ka mohu një gjatë tillë, do të thënë Irani nuk komunikon me sekretarin e shtetit tani. Ishte njëjta gjë me Venezuelën kur Trumpi tha nuk kena kohë për negociata, nuk ka më negociata, thjesht është një ultimatum që do t'i japim. Edhe duket sikur se ja ka dhënë edhe ajatollave të njëjtin ultimatum që mundi me shku në Rusi, nuk u cënon kush nëse largohen në Rusi, por se do të ketë një zgjedhje të këtij konflikti në favorin e Shteteve të Bashkuara në shok që mund ndodhin brenda disa javë, jo më shumë se disa javë. Po hape në disa fronte në fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së pari për mbrojtjen e interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por në disa raste duke motivuar edhe me mbrojtjen e popullsisë civile, sikundër është deklarata në lidhje me Iranin. Si do të ndikojë kjo, avokat? Ka shumë zëra të ekspertëve të marrëdhënieve ndërkombëtare se këto vendimare të Trump po vënë në pikpyetje stabilitetin global. Në vërtetë ky është zgjedh konfliktet globale, po thuajse në mënyrë paçësore, po tash do të thënë në Venezuela. Nëse Maduro merret ashtu, arrestohet në një super operacion, vriten 10 truproja të tij, ai quhet në mënyrë paçësore? Në mënyrë paçësore është, se në vërtetë ka të marrësh presidentin e një shteti tjetër sovran? No, për shteti se nuk ishte në vallë parë, Evropa e Bashkuar nuk e ka njohur zgjedhjen në Venezuela dhe nuk e ka njohur domethënë presidentin e Venezuelës, nuk e ka njohur Anglia, nuk e ka njohur Kanada, nuk e ka njohur Shtetet e Bashkuara, domethënë ky si president në Venezuelë në vërtetë nuk ishte legjitim domethënë, dhe kishte drejtën vërtet nga që kërkohesh në Shtetet e Bashkuara për krimet që kishte bërë kundër Shteteve të Bashkuara, ose të dorëzohej vetë vitet Shtetet e Bashkuara, ose kur